Zhvillim të hetimeve të thelluara dhe profesional. Analizimit të çdo prove që lidhen me ngjarje. U bë e mundur identifikimi i autorëve të dyshuar dhe konkretisht shtetasit AM, 22 vjeç, FM, 36 vjeç dhe RM, 23 vjeç, banues në Lezhë. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prerë rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye gjakmarrje. Hakmarrje. Hetimet vazhdojnë në mënyrë intensive në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plot ligjor të saj. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. Këta persona janë shpallur në kërkim.